Muaji i letërsisë në Lezhë është kushtuar poet kombëtar Gjergj Fishta, autori që mbetet një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë dhe mendimit shqiptar. Në Galerinë e Arteve janë ekspozuar disa prej shkrimjet e tij, ndërsa në bibliotekën e Lezhës janë vendosur veprat e Fishtës për të njohur më nga afër me krijimtarinë e tij. Por për te akti simbolik, shkrimtarët dhe botues në Lezhë kërkojnë që vëmendja të mos mbetet vetëm në evente, por në nxitjen e leximit të Fishtës, sidomos tek brezi i ri. Ka njëherë kam frikë që Fishtën nga që nuk e njohin siç duhet, e përdorin në mënyrën e gabuar, përdorin për gjëra të gabuara, jo pa ato çfarë Fishta përvarëson të vërtetë. Fishta ka qenë shumë më i madh se sa duan ta bëjnë shumë njerëz sot që flasin për të, që shkruajnë libra për të, që zihen për të, duan ta përvetsojnë është i Kainës tonë, po Fishta nuk është kainor, Fishta është shqiptar që ka dashur këtë vend dhe ka punuar për këtë vend. Nuk është keq në shkolla të punohet më shumë me Fishtën, por frika e madhe është se a janë në gjendje mësuesit me lexu Fishtën si duhet, a janë në gjendje me transmetu si duhet Fishtën tek nxënësit. Kjo është një frikë e madhe. Këtë muaj patjetër, nëse do ta quajmë muajin e Fishtës, duhet që minimalisht me lexu Fishtën shkollë në shkollë, gjimnazet patjetër të kenë orë të veçanta të leximit të Fishtës, malën të Fishta, të mundohen me gjetë njerëz që e njohin Fishtën, që do flasin për Fishtën. Edhe botuesi Frano Kulli e sheh dedikimin e muajit të letërsisë për këtë figurë si një nismë pozitive, por që duhet shoqërohet me veprime konkrete. Ai vëren se Fishta nuk është përfshirë mjaftueshëm në kurrikulën shkollore dhe as në listë rekomanduar për lexim, çka kufizon ndikimin e tij në brez të rinj. Ajo që ndoshta duhet të theksuar në veçantë është kjo që lidhet me sa Fishtën ne e përcjellim në veprën e Fishtës, për sa përcjellim tek brezi i ri, tek nxënësit, tek shkollat. Dhe këtu është absolutisht rezerva ime e madhe, sepse Fishta të shkojë të përcjellet në gjithë dimensionin e vetë si figurë me shumë dimensionale e kulturës shqiptare, ai duhet të shkojë nëpër shkolla. Nëpër shkolla praktikisht në kurrikulat mësimore të zënë shumë pak vend, ndoshta sa një poet i zakonshëm minor i letërsisë shqipe, madje ndonjëherë në këto kurrikula zënë vend siç ndodh tek ne në Shqipëri edhe personazhe të tillë letrar, për krijues të tillë që janë të nivelit mediokër, ndërsa me Fishtën ka shumë më pak akses në kurrikulat mësimore. Fishta mbetet një emër që përmendet shpesh, por pak lexohet, prandaj kërkohet që çdo aktivitet duhet të ketë si qëllim që të rikthejë veprën e Fishtës në lexim dhe diskutim, e jo thjesht ta përkujtohet si një figurë simbolike të letërsisë shqipe.